mos thënë dekada, avokatë e Shqipërisë, mbështetësit e Shqipërisë, pra nuk kishin shumë argumente për vendin. Argumenti vetëm ishte që është një popull pro-europian, mbështetja popullore për antarësimin është 90% edhe është një vend me probleme. Tashmë në 2-3 vitet e fundit, ajo që ishte si dam, pra pandëshkueshmëria, impunity, është hequr dhe ka filluar të ketë, si thua, rekordet e veta. Thënë këtë, janë institucione që ndihet më shumë prania e ndërkombëtarëve për shkak sepse vetë institucioni është në, si thua, përplasje në thonjza me figurat e larta të politikës. Dhe kur ti shkoj trengëllim prangat, sigurisht do të kesh kundër reagim. Na pëlqen, s'na pëlqen, ligjor jo ligjor, harbut apo i kamufluar, pra kundër reagimi vjen në formën e komisioneve që u tentua mandatin tjetër, në formën e nismave ligjore, në formën e majorancave të strëmdha. Pra, si thua, potenciali për reagim është i madh, dhe mekanizmat që krijuar janë të mëdha dhe mekanizmat janë. E vetmja gjë që i frenon është duke shpia e kuqe që nëse do që vendi të ecë drejt Bashkimit Evropian me këtë synimin e 2030-s, do të thënë kjo është një gjë e panegociueshme. Pra, lufta ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar. Thënë këtë, nuk flasim për një institucion perfekt, po flasim për një institucion që tashmë po funksionon. Po funksionon. Ka plot gjëra që mund të shkojnë më mirë, por nuk është, si thua, nuk është as punë e lehtë. Edhe po të gjykosh nga kërkesat që ato kishin, do të thënë ideja e tyre është drejt dëgjova një nga kandidatët drejt pothuajse një pavarësie totale, do të thoshte që duam që të vijë dita që të mos jemi shumë të varur nga policia. Është krejtë qartë që policia nuk është se ka qenë krah të. Dhe ka patur edhe kritika nga zoti Dumani gjatë kohës për dekonstruim të operacioneve. Të rrisim kapacitetin ton të brendshëm, pra duke rritur BKH në mënyrë që të kemi si thua një njësi autonome. E fundit, do të thënë, pritshmëritë janë të larta, besimi ka qenë i lartë, por nuk duhet të barazojmë këtë strukturë të re, pra SPAK BKH me drejtësinë. Sepse historia e drejtësisë është një histori tjetër, gjykatat e zakonshme, prokuroritë e zakonshme janë me ato problemet që dihen, me problemin mungesës personelit, do të duhen më shumë se një dekadë me këto ritme që të plotësohet pak në personeli, stoku i dosëve vjen duke u rritur, dhe keqkuptimi i madh me SPAK-un ka të bëjë me luftën ndaj korrupsionit. Pra, do të thënë, unë mendoj që është një fokus i gabuar, qoftë edhe nga ndërkombëtarët që e presin luftën ndaj korrupsionit vetëm nga SPAK-u. SPAK-u është për të ndëshkuar, SPAK-u nuk parandalon dot. SPAK-u është, nëse përdor një metaforë, kur thyhet veza, ti s'mund të pretendosh që të këtë vezë ta mbash, ta mbledhësh dhe dalin zogj prapë nga ajo. Do të thënë është ndëshkimi, por retorika korrupsioni parandalohet me politika qeveritare, me institucione që funksionojnë, me mekanizmat e tjerë që do duhet të bëjnë punën e tyre dhe mos ta lënë që këtë punë ja kemi lënë SPAK-ut, sepse po e lë SPAK-ut pastaj do kesh këto pasoja që i ke. Dhe e fundit, do të thënë, nëse deri më tani ka qenë historia që do të thënë akuza politike, SPAK-u është, si thua, i guximshëm me ishët, pra nuk pyet për ishët, çfarë lloj pozicioni që kanë patur, me vendimin e fundit, ata shkuan para dhomën e kryeministrit. Pra, kryetari i bashkisë në detyrë, zëvendës komisionit në detyrë, dhe ky akt tregoi edhe një herë që ka SPAK-ut jo vetëm që i kanë dalë dhëmbët, por i kanë dalë dhe thonjtë dhe ka kurajën për të arritur në nivele të larta. Dhe ky është luks. Për historinë tonë 35 vjeçare, por edhe duke krahasuar vendet rrotull është luks që, do të thënë, një strukturë pothuajse e pavarur, siç ka qenë dikur FBI-ja, do të thënë të kërkojë të vërë para ligjit të zyrtarët më të lartë në detyrë. Zoti Sturi? Realisht unë nuk jam dakord me këtë mënyrë mosho, do të thënë që problemet janë ndaj këtej dhe andej, sepse ndonjëherë duhet i kapim edhe pak në themel. Pra, ka probleme politika, po pas ka probleme në SPAK. Nuk jam dakord me këtë. Dhe ajo çfarë
ka qenë problemi kryesor, siç e shoh unë, është pikërisht sepse pse duhet kjo mbështetje ndërkombëtarëve. Se duket sikur është pak qartë kjo. Kjo mbështetje duhej jo se spaku në këto vite nuk është maturuar. Ka pasur goxha ndryshim. Paktën dhe Brahu e pranoi këtë gjë që ne kemi qenë institucione tjera, kemi qenë prokuror tjerë, po gjatë gjithë këtyre viteve, ky institucion nuk është më siç ka qenë dikur prokuroria, dhe këta nuk janë më prokuror, siç kanë